Doktor, a na tregon se çfarë është kanceri i lukthit dhe kur vihet në pakirurgjia në këto raste? Kanceri i lukthit është një karcinom e shpeshtë edhe në popullatën tonë, po ashtu edhe në nivelin global, është dikun karcinoma e 5 sipas shpeshtësisë. Mirë po një problematike shumë e madhe të karcinoma lukthit është dhe mbetet diagnostikimi i vanshëm. Jo vetëm tek ne, por edhe tek shtetet që kanë medicinë më të avancuar. Mbetet Japonia ajo që ka, edhe pse ka incidencën apo numrin më të shpeshtë të karcinomave që diagnostikojnë, ata shkallën e diagnostikimit të hershëm e kanë më të shpeshtë për shkak të screeningut apo për shkak të ekzaminimeve që i bojnë në mënyrë sistematike. Tani tek ne karcinoma lukthit shumicën e herë apo diagnostikohet në stade të avancuara që pastaj edhe tretmani lën për të dëshiruar. Medicina bashkëkohore sot investojnë në parandalim. Çdo pacient që ka pengesa gastrike, domethënë që nuk kalojnë për 2 javë, ai ka indikacion të bëhet gastroskopi. Gastroskopia është një metodë jo invazive, diagnostike që domethënë e ekzaminon lukthin nga brenda dhe në kohë reale shef qoftë ndryshimet tumorale, polipoide apo inflamatore dhe njëkohësisht merr mostra për biopsi për vendosje të diagnozës. Ju thash karcinoma është mjaft e shpeshtë dhe tretmani normalisht nëse i plotson kriteret është kirurgjik, mirë po nëse normalisht është në një stad më të avancuar atëherë trajtohet edhe me modalitete tjera të cilat janë kemoterapi, radioterapi kështu me radhë. Çfarë ju kërkoni ju pacientëve sa i përket analizave edhe testeve imazherike në këto raste? Edhe anasharon çfarë është sistemi TNM? Tani për verifikimin e një karcinome, po mënoj analiza shumë tipike që kishim me zbulu shumë herë nuk ka, pa ju nënshkruar një varg ekzaminimeve drejt tek ekzaminimi përfundimtar që është apo analiza përfundimtare që është biopsia që e vendos diagnozën. Diagnoza histopatologjike është diagnoza 100% e saktë, e cila pastaj kërkon tretman kirurgjik. Doktor, na tregon rëndësinë e analizave, cilat analiza ose teste imazherike kërkohen për kur dyshohet se ka një pacient kancer në lukth? Po një pacient me probleme gastrike, i cili domethënë ka probleme të vjedhjes ose humbje peshe pa shpjegume, pastaj ndjenjen e frymjes së barkut, domethënë tretjes së ushqimit jo si duhet, normalisht duhet t'i nështrohet një ekzaminimi të detajuar për me pas se ku është problemi. Tani ekzaminime tipike vetëm një ekzaminim për të përcaktuar karcinomën nuk ka, për arsye se pacienti duhet t'i nështrohet një ekzaminimi të detajuar qoftë me analiza laboratorike, tumor markerët, të cilët janë disa indikues që mund të ketë një problematik, po jo specifik për diagnozën. Metodë e artë e ekzaminimit është gastroskopia, e cila është metodë jo invazive e padhemshme dhe që jep informata reale aty për aty, domethënë për me pa nga brenda mukozën e lukthit, ndryshimet inflamatore, polipoide apo karcinomen. Dhe nëse janë këto, pastaj njëkohësisht kemi mundësi që të marrim biopsi dhe biopsia pastaj e vendos diagnozën dhe e përcakton edhe lokalizimin që për një kirurgjinë është shumë më rëndësi se në cilën pjesë është i lokalizuar dhe pas vendosjes së diagnozës me biopsi, pastaj e bëjmë stadifikimin me imazheri. Stadifikimi është për ta përcaktuar se sa ka avancuar smundja, është smundje lokale apo është e përhapur edhe në organe tjera, sipas sistemit TNM që e përmendet, ku T-ja është tumori, domethënë lokalisht, N-ja limfogjandrat, a janë limfogjandrat të përfshirme lokal apo edhe në largësi, dhe M-ja është metastaza në organe në largësi. Momentin kur ka metastaza, atë flasim për karcinom të avancuar me stadi 4, dhe në këtë rast kirurgjia më nuk ka efekt, por vetëm modalitetet tjera të trajtimit, qoftë me kimoterapi, radioterapi apo imunoterapi. Bazuar në përvojën e përditshme me pacient,
si sillen pacient rreth kësaj sëmundje? A vinë vonë tek specialisti edhe Thash edhe më herët, cilat janë ato zakon tek këshia? Ndoshta një ndër arsyet e mos diagnostikimit me kohë është edhe në nënvlerësimi i simptomat pacientit. Siç e dini, lukthi është një organ zgavëror i madh dhe derisa patologjia të shkakton një avancim kogja të madh, domethënë këta i nënvlerësojnë. Shumicën duke marrë terapi antiacidike, soda e bukës që njihet edhe në popull, domethënë për eliminimin e aciditetit shtumë, domethënë i nënvlerësojnë ato simptoma dhe diagnostikimi atëherë bëhet bukur vonë. Mirë, po momentin kur në bazë të ekzaminimit plotësohen kriteret për kirurgjik, domethënë pra problemi kur është i lokalizuar, atëherë në varësi për lokalizimit se a është i lokalizuar në pjesën distale të lukthit apo në pjesën proksimale, bën edhe intervenimi kirurgjik. Nëse në pjesën distale largohen 2/3 e lukthit, kurse nëse është në pjesën proksimale largohet i tërë lukthi. Dhe pastaj po ashtu pasi largohet lukthi me bështjellësit dhe limfogjandat përreth, atë shkohet krejt mostra në patologji dhe aty bëhet pastaj përcaktimi i stadiumit patologjik, ku patologi pastaj i përcakton edhe sa ka përfshi shtresat, limfogjandat a janë pozitive ajo dhe përcaktohet stadiumi sakt, dhe në bazë të stadiumit pastaj edhe janë edhe protokollet e trajtimit me tutje, sa do të ketë nevojë për kemoterapi, imunoterapi apo rrezatim varësisht prej stadiumit të sëmundjes.